Në hapjen e fushatave të dy partive të mëdha, Rama dhe Berisha e kanë mundur njëri tjetrin në fushën ku din të konkurrojnë më mirë dhe ndjehen më të sigurt, i pari në aftësinë për të bërë show dhe i dyti në atë për të bërë politik. Një krahasim i dy mitingjeve, atij që demokratët mbajtën të premten pas dite në sheshin Nën Tereza dhe atij që PS zhvilloi të shtunën paradite në sheshin Skënderbej, u vun pak a shumë re ato karakteristika që liderëve u njohin më mirë. Edi Rama e fitoi betejën e formës, që nga 2009 që ka udhëhequr zgjedhjet në timonin e PS-s, ai ka shfaqur një aftësi të vërtet kameleoni për të ndryshuar. Nëse në 2009 motoja që e përtej së majtës dhe të djathtës, në 2013 ai u zhvendos shumë në të majtë, duke vënë theksin tek zvoglimi i pabarazive, tek taksa e ndershme progresive, shëndetësia, falas e të tjerë. Pasi kreu një mandat në pushtet, në 2017 doli me tezën timonin vetëm për mua, se më pengojnë partitë e PSIS, ndërsa në 2021 u konvertua në një gastor që ktheu fushatën në tallava dhe argëtim, pa paraqitur një rresht të vetëm program. Edhe këtë herë, nga që ka 12 vjet në qeverisje, një vandak me premtime të pambajtura, ai ka vendosur të mos merret me të tashmen, por me të ardhmen, antarësimin e vendit në BE dhe pasaportën evropiane, që të dyja tema për cilat nuk konkurrohet në këtë mandat. Pavarësisht se manipulative dhe me thelb të gënjeshtërt, Rama si duhet njohur merita që në fushata ditë rishpik vetveten, shkruan lapsi. Kësaj ngjau edhe mitingu i së shtunës që më shumë ishte si hapja e festivalit të Gjirokastrës, sesa si një manifestim politik. Por ama një gjë është e qartë, për mirë apo qoftë edhe për keq, një hapje fushate e tillë nuk është parë kurrë më parë. Me Ramon mund të jesh i mërzitur, por ai ditë mos bëhet i mërzitshëm, dhe në këtë aspekt, ato të formës, ai e fitoi betejën. Mitingu hapës i PD-s, i mbajtur të premten, ishte një përsëritje pa fantazi atyre që kemi parë tashmë, po të kthesh filmin pas. Në fillim vite 2000 demokratët i kanë bërë hapjet e fushatave, po njësoj, ato ngjajnë gjithashtu si dy pika ujë, ato që Basha organizonte para Berishës, pra nga pikpamja e formës, asnjë ndryshim. Rizia e vetme që strategu i fushatës, amerikani Trumpis Lësivita, por i cili nuk foli më shumë se 2 minuta, pra e gjithë një deja vu pa fantazi. U flasin një i ri, një bujk, një mësuese, që shajnë qeverin për t'i lënë më pas fjalën Berishës. Ama nëse e humbi betejën e formës, lideri i PD-s fitoi betejën politike. Fjalimi i tij që thellësisht politik, ai një rivali të një pushteti autokratik. Nëse tek Rama s'kishte as bilanc, as premtime për mandatin e ardhshëm, veç fabulës së pasaportës, Berisha bëri radiografinë e një qeverisje të dështuar. Ai bëri një ekspoze të rezistencës se si opozita i kishte shpëtuar planin të asgjësimit nga regjimi. Rama bëri gjithçka të fshi nga historia e këtij kombi, arritjet madhore në fushën e lirisë, bëri gjithçka të fshi nga arkivat e këtij kombi, kontributin e secilit prej jush për dinjitetin kombëtar dhe lirinë kombëtare, bëri gjithçka që ju të mos kishit as emër as flamur, po ja ku jemi sot, me flamurin ton më krenar se kurrë me ju drejtua i turmës. Ai po ashtu premtoi vendosjen e minimumit jetik, 200 euro për çdo pensionist, për çdo student, për çdo të papunë, për çdo kënd në ndihmë ekonomike, duke premtuar dyfishim të pagave dhe pensioneve dhe ulje drastike taksash. Natyrisht ky program ekonomik duhet kaluar në një skaner nëse është i realizueshëm apo jo, dhe ky duhet jetë debat real i një fushate. Prandaj qasja e Berishës ishte me nota të thella politike, fiks fjalimi i dur i një lideri opozite. Pikërisht për këtë mund të thuhet se nëse Rama e mundi rivalin në formë në ditën e parë të fushatës, ai e humbi betejën në thelb.